Një aksident të shënuar në parkun tematik retro në Bulqiz një ditë më parë, ndërsa vetëm gjatë ditës së sotme është bërë publike. Një 45 vjeçar është dëmtuar rënd, por pa rrezik për jetën. Sipas të dhënave nga inspektimi në terren, mësohet se 45 vjeçari ka tentuar të ngjitet mbi kamion dhe është rrëzuar dhe ka dëmtuar krahun, si dhe ka goditur kokën në një platformë metalike që shërben për ngritjen e materialeve. Në njoftimin e policisë thuhet se specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Bulqiz referuan materialet në procuri, ku nisi procedimi penal për shtetasin SHD 40 vjeç banues në Tiranë për veprën penale shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë. Ky shtetas, duke qenë në detyrë drejtues punimesh një subjekti privat, nuk ka marrë masat përkatëse të mbrojtjes në punë dhe si pasojë gjatë punës është dëmtuar punëtori shtetasi OB 45 vjeç, i cili ndodhet në spitali jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i kaluan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tibër për veprime të mëtejshme.